Virtytet e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, në traditën fisnike profetike. E pesta, Nisaiu përcjell në librin e tij, Es-Sunanul Kubra, se Zeid ibn Erkami ka thënë kur i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u kthye nga haxhi i Lamtumirës, ndaloi në një vend të quajtur Ghadir Khum dhe urdhëroi që të gjithë të mblidheshin rreth një peme të quajtur Dauhat dhe të pastronin vendin. Aty tha: "Kam një ndjenjë sikur më është afruar vdekja, po ju lë juve dy gjëra të rënda, njëra më e madhe se tjetra, librin e Allahut dhe pasardhësit e mi, ehli bejtin tim. Prandaj ju do ta shikoni se si do të më kundërshtoni mua në këto të dyja. Këto të dyja nuk do të ndahen kurrë nga njëra tjetra derisa të mbërinit e burimi Keutherit." Më pas tha: "Allahu është kujdestari im, unë jam udhëheqësi i çdo besimtari." Më pas mori dorën e Imam Aliut dhe tha: "Kush më ka udhëheqës mua, edhe Aliu është udhëheqësi i tij. O Allahu im, duaja atë që e do Aliun, dhe bëhu armik i atij që bëhet armik i tij, i Aliut." E pyeta Zeidin: "A ke dëgjuar çdo gjë atë ditë nga i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij?" Tha: "Çdo gjë që ka ndodhur atë ditë në Duhat, e kanë parë të gjithë me sytë e tyre dhe e kanë dëgjuar me veshët e tyre." Këtë hadith e ka transmetuar edhe Hakim an-Nisaburiu në librin e tij El Mustadrak, rreth të cilit ka thënë se ky është një hadith i saktë dhe sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit. Po ashtu këtë hadith e ka transmetuar edhe Ibn Kathiri në librin e tij El Bidaye wan Nihaye, duke e marrë nga Suneni, rreth të cilit thotë se dietari i njohur Abdullah ad-Dhahabi e konsideron të saktë këtë hadith.